Ka përfunduar në total puna për rehabilitimin e rrugës hyrëse të fshatit Babic. Në segmentin rrugor është hedhur shtresa finale e asfaltit. Kjo rrugë është vendosur në funksion të qarkullimit rrugor, duke i ardhur në ndihmë banorëve të zonës. Rruga hyrëse e fshatit Babic është kërkuar ndër vite nga banorët e zonës me argumentin se hyrja e segmentit rrugor të këtij fshati, e cila përdorej njëkohësisht dhe për dalje, ishte tepër e rrezikshme. Kjo për shkak se segmenti lidhej me bypassin e Vlorës në një rrugë ku automjetet qarkullonin me shpejtësi të lartë, duke u kthyer në burim aksidentesh dhe përplasjesh. Hyrja ose rruga hyrëse e vjetër e fshatit Babic ishte një segment rrugor me gjerësi minimale, ku ishte e vështirë shkëmbimi ndërmjet automjeteve, ndërsa rruga e re ka një gjerësi të konsiderueshme, të përshtatshme për qarkullimin dhe shkëmbimin e mjeteve të ndryshme. Ndërkohë segmenti i vjetër rrugor ishte gjithashtu i amortizuar dhe prej vitesh funksiononte mes gropave të shumta. Rruga e re hyrëse e Babicës ofron siguri dhe standarde më të mira për qarkullimin e automjeteve. E vetmja e metë e këtij projekti është fakti se nuk është instaluar ndriçimi rrugor, duke kthyer në burim rreziku gjatë orëve të mbrëmjes, kur zona zhytet në errësirë. Vlen të theksohet se segmenti rrugor është pajisur dhe me sisteme të kanaleve kulluese, si dhe me bariera anësore të rrugës.